Projekti edukativ Spitali Arushave udhëtoi këtë herë drejt Sarandës, duke sjellë për fëmijët një eksperiencë unike ndërvepruese mes lojës, edukimit dhe kujdesit shëndetësor. Aktiviteti u zhvillua në ambientet e shkollës mesme profesionale Antoni Athanas me mbështetjen e Bashkisë Sarandë dhe kontributin e partnerëve lokal që mbështesin iniciativat në shërbim të komunitetit. I frymëzuar nga modelet të suksesshme ndërkombëtare dhe i sjell fillimisht në Gjirokastër e më pas në Shkodër, Spitali Arushave synon të ndihmojë fëmijët të njohin botën e mjekësisë në një atmosferë të ngrohtë dhe argëtuese. Përmes një spitali simbolik të ndarë në 13 stacione, fëmijët kalojnë së bashku me arushin e tyre prej pellushi në shërbime si pediatria, kirurgjia, ortopedia, imazheria, laboratori, farmacia dhe higjiena dentare, ku njihen nga afër me procedura bazë mjekësore dhe me rëndësinë e kujdesit për shëndetin. E kënaqësi të madhe, sot gjendemi në Sarandë për të zhvilluar edicionin e 3 të Spitalit të Arushave, një edicion edukues dhe argëtues për fëmijët e grupmoshave 4 deri në 8 vjeç, me qëllim kryesor heqjen e frikës ndaj bluzës së bardhë dhe njohjen me procedurat mjekësore. Një event i cili është organizuar për herë të parë në Gjirokastër, vullnetarisht me mbështetje të bluzave të bardha, mjek, infermier, laborant, me mbështetjen e institucioneve lokale në Sarandë. Organizimet e tilla që bëni për fëmijët tanë, për t'u larguar frikën nga uniformat e bardha, edhe një formë shumë e mirë edukuese. Faleminderit shumë. Edhe shpresojmë që të kemi dhe organizime të tjera. Edhe pse jo të kontribuojnë të gjithë që të kemi organizime të tilla. Në çdo stacion, personeli mjekësor dhe vullnetarët komunikojnë me fëmijët në mënyrë interaktive, duke i përfshirë ata në ekzaminime simbolike, këshilla edukative dhe situata praktike të përshtatura për moshën e tyre. Kjo qasje ndihmon në uljen e frikës ndaj mjekut dhe ambienteve spitalore, ndërsa nxit besimin, kuriozitetin dhe edukimin shëndetësor që në moshë të vogël. Në fund të aktivitetit, fëmijët u pajisen me certifikata pjesëmarrjeje dhe dhurata simbolike, duke mbyllur ditën me buzëqeshje, emocione pozitive dhe një përjetim që synon të mbetet gjatë në kujtesën e tyre.